Përshëndetje gjithë juve që do na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, sidomos në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe në bibliotekën tonë virtuale, në vazhdimsi të traditës sonë të intervistave, Learning by Talking and Talking by Learning. Sot do të flasim për një temë, ashtu siç ju kemi njoftuar, për një temë aktuale dhe që ka zgjuar shumë interes. Do të flasim për hantavirusin. Çfarë është hantavirusi? Sa riskohemi ne? Do të jetë një seri intervistash në cilën ne do të bëjmë me personazhin që kemi ftuar sot, por sot do të flasim vetëm për hantavirusin dhe në ditët vazhdim ne do të publikojmë siglën për të lançuar serialin ku do të zhvillojmë dhe do zbërthejmë të gjithë veprën e tij studimore. Me shumë kënaqësi sot në institucion kam ftuar profesor Xheladin Çekën. Profesor, shumë faleminderit që pranove ftesën dhe erdhe në Time Center. Faleminderit juve. Ne kemi një parim, nuk ka pyetje të shëmtuara, nuk ka pyetje të gabuara, nuk jam profesionist i fushës. Përgjithsisht ne kemi nxjerr pyetjet më të shpeshta që na kanë ardhur, apo pyetjet kemi qenë bëjmë ato pyetje që thuhen shpesh në Z. Jo çdo gjë që ne flasim këtu personifikon linjën kurrikulare të institucionit, është thjesht një mendim i pavarur i dy personave. Është një formë podcasti e cila është ndërtuar për të gjithë përfshirë të gjitha halkat e institucionit, sepse institucioni nuk e bën një person i vetëm, po janë disa halka që e bëjnë. Dhe mbi gjitha për të zbatuar një moto, të mësosh kur nuk është vonë dhe gjithë institucionet janë për të shpërndarë dije. Edhe një herë shumë faleminderit për ftesën. Edhe unë ju falenderoj dhe ju përgëzoj për iniciativën që keni, aq më tepër ndërkohë që ka rreth 2 muaj e pak që pothuajse në gjithë botën flitet për hantavirusin. Përfshirë dhe Shqipërinë padyshim. Për të gjithë ata që nuk të njohin, profesor, kush jeni dhe do doja të bëni një prezantim të shkurtër. Atëherë unë jam Xheladin Çeka quhem, profesor i mjekësisë për 43 vjet, që nga viti 1982 deri para disa muajsh, kur kam mbyllur karrierën time akademike dhe shkencore zyrtare në universitet, ndërkohë që vazhdoj aktivitetin në përgjithësi. Jam profesor i histologjisë dhe embriologjisë në Fakultetin e Mjekësisë dhe i kualifikuar, i specializuar në 2 specialitete, në imunologji dhe në laborator klinik biokimik, me 2 certifikate specialitet. Përveç histologjisë dhe embriologjisë, aty në histologji punoj, pra 43 vite kam punuar aty. Kam qenë 16 vjet kam qenë shefi i departamentit. 3 vjet kam qenë zëvendës dekan i Fakultetit të Mjekësisë. 5 vjet të tjera kam drejtuar drejtorinë e kurrikulave dhe standardeve në Universitetin e Tiranës, kur Universiteti Mjekësor ishim bashkë, dhe kam punuar në laboratorin e imunologjisë fillimisht që nga 83-84 kur fillova doktoraturën, dhe më pas mas viteve 90 në laboratorin klinik biokimik, ku pastaj kam bërë specializimin e dytë për të vazhduar një aktivitet privat deri para pak kohësh. Aktualisht jam në krijimtari të lirë në punën time profesionale. Jeni autor një seri e veprash për cilat unë ju komplimentoj, keni bërë një punë të mrekullueshme, por siç e thash, ne do t'i marrim veprat e juaja një nga një në ditët në vazhdim. Sot kemi vetëm për hantavirusin. Futemi drejt për drejt në temë. Unë do t'i bëj pyetjet e drejt për drejta. Gjithashtu profesori ka përgatitur dhe një material të cilin ju do ta ndiqni me slajde. Gjithashtu mund ta gjeni të publikuar edhe në bibliotekën tonë virtuale. Pyetja e parë, profesor. Çfarë janë viruset, si funksionojnë ato? Në botën e gjallë, praktikisht ne jemi mësuar të flasim për mikroorganizmat ose organizma një-qelizore dhe ato shumë qelizore, të cilat jetojnë në mënyrë të pavarur, ndërkohë që një version i këtyre organizmave të ulta janë viruset, të cilët kanë specifikën se ato nuk mund të jetojnë në mënyrë të pavarur. Ato jetojnë vetëm në kushte në brendësi të qeliza, intraqelizore. Ato kanë masi që shkon jo më shumë se 200 mikrometra dhe ka një specifikë që në ndryshim nga gjitha qelizat e mikroorganizma, organizma një-qelizore apo shumë qelizore që kanë 2 lloj acidesh nukleike bazë, ADN dhe RN, këto kanë vetëm një lloj acid nukleik, ose ARN ose ADN. Dhe njihen nga njëri tjetri, pra çdo lloj virusi ka atë acid nukleik të vetë. Dhe ne jemi në gjendje sot, në bazë të teknikave të larta të diagnozës, të njohim viruset, jo thjesht nëpërmjet ndërtimit të tyre dhe nëpërmjet disa përbërësve të tjerë, siç është ajo që quhet ndryshe
nukleokapsida që ka genomë dhe kapsidën, që përkatësisht me pjesa qendrore dhe pjesa proteinike membranore, ndërkohë që i shtohet dhe një komponent tjetër që mund të jetë i diskutueshëm, jo gjithmonë ai që quhet kora dhe envelop, por ne i njohim këto ndërmjet antikorpeve që veprojnë ndaj antigjenëve të ndryshëm që kanë të qofshin këto të nukleokapsidës apo të membranës apo të korës. E para dhe e dyta, teknologjitë e fundit të sotme janë të tilla që biologjia molekulare, ajo është e quajtur ndryshe PCR, PCR, na mundson ne të identifikojmë pothuajse çdo virus. Si lidhemi ne me to? Si futen ato në jetën tonë përditshme? Ata praktikisht viruset ne i marrim në dy mënyrat përgjithshme. Ato nuk mund të ekzistojnë në natyrë në mënyrë pavarur. Pra jetojmë me orë dhe si më shkatërrohen. Ne i marrim o nga njerëzit e smur, pra duhet të ketë një burim infeksioni, një rrugë transmetimi dhe një recipient ose marrës infeksion. Pra i marrim ose nga njerëzit e smur, varësisht nga rruga e transmetimit të infeksionit, ose nga këto kafshë të ndryshme, dhe në këtë rast bëhet fjalë për zoonoza. Rasti i handovirus për cilën ne do flasim është një tip zoonoze, ku virusi rritet në mënyrë natyrale në një specie, në një kafshë specifike praktikisht që është miu. Aty tek miu jeton në kushte normale, nuk shkakton smundje ke miu, por nëse ky virus ka miu për cilët të njeriu, shkakton smundje që është infeksioni respektiv për cilën do flasim. Para se të shkojmë te antivirusi, Po. shpjegojmë pak termat. Pandemi, që tash është bërë shumë e njohur termi pandemi, nga dallojnë pandemia, epidemia dhe riski ulët, riski lartë, si vlerësohen? Kur flitet për smundjet infektive, për këto janë to terma, nuk janë për smundjet e tjera. Pra janë vetëm për smundjet infektive. Vetëm smundje infektive. Ne mund kemi dëgjuar dhe epidemiologjia smundjeve kronike, në fakt, por nuk është ky termi sakt. Këto terma janë vetëm për smundje infektive. Kur flitet për endemi, për shembull, endo do thotë brenda. Është rasti kur një smundje infektive ka një numër caktuar dhe qëndron stabil, pa as shtohet as paksohet, dhe ka smundje të tilla që mbeten të tilla në një komunitet pa krijuar probleme. Ndërsa nëse numri i rasteve të infektuar me smundje të caktuar infektive kalon mbi 10% të popullatës së do, atë bëhet fjalë për epidemi. Dhe nëse infeksioni prek përveç një vendi të caktuar prek më shumë se sa një vend apo gjithë botën, po them pjesë të botës, bëhet fjalë për pandemi. Në rastin konkret, ne kemi do flasim më tej, por infeksioni që kemi ne është i tillë që nuk ka. Para se të pyes për antivirusin. Pandemia shpallet domosdoshmërisht vetëm në bazë shifra, nga OBSE-ja, janë dakord, po vetëm në bazë shifrash, domethënë apo në bazë risku? Në bazë numrit të rasteve të infektuar praktikisht. Ne sapo kemi kaluar pandeminë e COVID-19 për shembull, që u arrit një shifër e tillë që fati i madh që është një nga sukseset më të famshme mjekësisë botërore praktikisht, që u arrit u bë vaksina brenda më pak se një viti, që siguroi atë që nëse do të ishte ritmi i vdekshmërisë nga pandemia e gripit spanjoll, për mas luftës parë botërore, ku vdiqën thuhet rreth 50 milion njerëz, me këtë pandemi tash mund të kishin vdekur 100 milion njerëz. Por fati i madh është që vaksinat bën çuditëra. Pra është numri i rasteve. Bëjmë pak avokatin e djallit. Po. Për te kjo pjesa e pandemisë së COVID-19-s. Pra po marrim si risk gripin spanjoll dhe COVID-19. Pse këtu doli kaq shpejt vaksina dhe më përpara? Dhe pse atje ishte risku i humbjeve të jetës më i madh dhe këtu më i vogël? Dhe sa i vërtet ishte kjo? Pra a ekzistoi vërtet COVID-19? Patjetër që ekzistoi. Absolutisht që ekzistoi. Pandemia e gripit spanjoll në 1918-1920 ishte e tillë që ne e kemi njohur nga historia dhe gjithë librat e historisë që ne kemi lexuar për mjekësinë e përshkruajnë atë. Natyrisht, atëherë në vlerësimin tim, nuk është se kishte risk më të madh gripi spanjoll. Përkundrazi, risku ishte lehtësisht më i vogël, pavarësisht se smundje shpërndahesh me anë të rrugëve ajrore dhe mënyra e transmetimit ishte aty me Covidin, por kishte një shans tjetër ndryshe nga periudha tash. Sepse nuk kishte kaq shumë lëvizje të popullatës në botë. Lëvizjet ishte më të kufizuar, aviacioni ishte më kufizuar, njerëzit kishin më pak nevojë të lëvizin. Ju pyesni me të drejtë pse u bë vaksina shpejt tash. Ishte më pak lëvizje, pra qarkullim, dhe numri i viktimave ishte më i madh, ndërsa ishte. Nuk po e krahasojmë. Nëse flasi për COVID-19 sot,
Nëse do ishim në kushtet e pa vaksinës, në interpretimin tim, unë e kam ndjekur atë pandeminë e COVID-19, përveç të tjera, për një periudhë 365 ditore të plot. Kam bërë shënime profesionale. Ju nuk e di nëse bërë një libër shumë. kam bërë dhe një libër, por që e kam ndjekur me shumë detaje gjithçka. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një mrekulli botërore për mua. Ato dy zbulusit e vaksinës kundër Covidit, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, kanë marrë çmim Nobel sot, sepse ato shfrytzuan teknologjinë e përgatitjes së vaksinës kundër rritjes tumorale. Ka rreth 10 vjet që punohet sot në botë për vaksinën kundër qelizave tumorale. Akoma nuk është arrit. Por metodologjia që u bë atëherë ishte pikërisht kjo që u shfrytzu teknologjia që përdorej për rritjen tumorale. Dhe çfarë ka ndodhur? Ajo lloj vaksine, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, to tjerat ishin vaksinat e zakonshme që bën, që u bë brenda një viti, koha më e shkurtër e arritur ndonjëherë. Para kësaj ka qenë 4 vjet. Se kjo është një kohë rekord. Dhe çfarë ka ndodhur? Praktikisht virusi COVID-19 kanë membranë vetë një proteinë që lidhet me qelizat mbujqëse ku do shkojë, që quhet proteina spike. Dhe çfarë bën këto shkencëtarë? Identifikuan të rënditje molekulare të kësaj proteine bashkë me gjithë virusin. Dhe identifikuan, sintetizuan një RNA mesazhiere që praktikisht kodon proteinën spike. Dhe këtë RNA mesazhiere futën në qelizë. Kjo është vaksina. Qeliza çfarë bënte? Me këtë RNA mesazhiere që prodhonte spike-un, pra nga jashtë, jepte informacion qelizave të trupit ton, ribozomeve të qelizave të trupit ton, për prodhuar proteinën, praktikisht spike dhe për ta nxjerrë membranë. Dhe çfarë ishte kjo? Kjo ishte një proteinë që shërbente për ta lidhur makrofagu dhe për fagocituar qelizën e infektuar. Ju mund keni dëgjuar dhe një gjë çuditshme, domethënë që thonë që kjo vaksinë bëri këtë që u smurën njerëzit, prishin gjenomën e tjerë. Unë jam për fat shkurt, sepse këtë do ta lëm dhe pa bërë shumë shkencore. Ne kemi në serinë e intervistës ku ju keni bërë, siç thash, një punë mrekullueshme me librin që keni bërë për pandeminë e Covidit dhe nuk dua të humbi interesi dhe të dalim nga tema për cilën jemi. Shkurtimisht, duhet t'i besojmë apo jo vaksinës së Covid-19? Në mënyrë absolute. Vaksina Covid-19 shpëtoi botën. Praktikisht kam vdek në dijenin time rreth jo më shumë se 7 milion njerëz, mund kishte vdek 70 apo më shumë, dhe në Shqipëri kam vdek jo dikun rreth 3600 apo 3700. Ka qenë arritje më e madhe në vlerësimin tim e mjekësisë mbas vaksinës kundër lizë, që sot praktikisht sot nuk ka linë në botë. Asnjë smun në botë nuk është. Brezit tim për që ne bënë vaksinën kundër lizë, sepse smun efektive këtë kanë me çudi, që kanë duhet të kesh burim infeksioni, rrugë transmetimi dhe të infektuar. Por smun efektive nëse arrin bësh vaksinën, po ndërkohë që ka smun efektive, për shembull siç është gripi i shpendëve apo SARS si para Covidit, që janë kthyer nga epidemia, po deri pandemia janë kthyer në gjendje endemike, janë shuar fare. As endemi nuk ka më të tillë. Pra smunët kanë specifikat e tyre. Kanë specifikat. Çfarë është hantavirusi? Hantavirusi është një nga viruset e njohura prej kohësh, sa thonë që edhe 1000 vjet përpara, por gjithsesi është një virus që përcillet nga brecit, kryesisht nga mijit, nëpërmjet kontaktit me urinën, me jashqitjen, edhe me përshtypjen e tyre, që njohet për shumë kohësh, ndërkohë që mund të gjendet midis tjera edhe në ambientet ku hyn mijët dhe ndotin pra pikërisht me këto ekskrecionet e tyre, dhe që ngjanë praktikisht fillimisht si etapat e para të gripit. Si prekemi ne, si ndikonte ne, si arrit na kontaktojmë? Ne prekemi në dy mënyra. Mënyra që prekemi ne, atyre viruseve që rriten nga mijët në Evropë, në Ballkan dhe Shqipëri, prekemi pikërisht nga këto sekrecionet, pra nga fekalet, shtyma, urina e mijëve, dhe që ne marrim nëpërmjet ajrit kryesisht apo edhe në membranave mukoze të syrit, të lëkurës apo të gojës, kryesisht përfshirë padyshim edhe në pickim. Ndërsa varianti i virusit hantavirus, që është zbuluar për sëmundjet e fundit të korçerave përkatëse, është një tip tjetër virusi, po hantavirus është, që quhet virusi Andes, i zbuluar në Amerikën e Jugut, në Kili në Brazil, në Kili në Argjentinë, dhe që është i vetmi nga viruset ku mund të përcillet sëmundja nga i smuri tek i smuri. Natyrisht, kjo është ajo
si më thanë, e veçanta e këtij virusi, për fatin e madh që është në Evropë, në Ballkan, në Shqipëri nuk ka të tillë virus. Po edhe ke ky lloj virusi ku mund përcillet nga i smuri tek i smuri, përcjellja ka kushte kontakte të afërta, mundësisht deri intime, po themi edhe kontakte të afërta për kohë të gjatë. Në kushte të tjera për risko është i vogël. Pse u bë gjithë ky alarm? A ka vend për alarm një? Për mua jo. Unë do ta them ndoshta edhe në fund bisedës, por në esencë, ndjeninë time sot, nga gjithë rastet, nga 175 veta që kishte ajo crociera Honduras, praktikisht ishte të cilët një numër konsiderueshëm ishin si nga 22 shtete, kanë vdekur vetëm 3 veta dhe janë smur 13. Nga gjithë ato. Bëhet fjalë për 1 dhe 2 prillin. Ajo është me 2 prill është njoftuar OBSH-ja, ka komisioni OBSH-s. Dhe ndjenimin tim nuk ka të smurë të tjerë, ndërkohë që janë 600 veta që janë karantinë gjithë botën, që kanë bëjnë me lidhje që kanë pas me personelin prej 170 personelin dhe ato, si më thënë, njerëzit që kanë qenë në atë anijen turistike që kanë udhëtuar. Ishte show mediatik, pse u bë gjithë ky alarm? Jo, nuk e ditë askush se çfarë ishte. Nuk e ditë askush dhe për i vërtetës çdo kujdes për smundjet infektive është i mirëqenë dhe u angazhua OBSH, u angazhuan gjithë strukturat respektive në botë, natyrisht edhe në Evropë, edhe në Shqipëri, por ne kemi një fat të madh që ne kemi një institut të shëndetit publik perfekt, domethënë. Ne kemi me trashëgimit perfekte që para 90-s, por edhe grupi ekspertëve që punojnë sot aty janë me parametra të jashtëzakonshëm. Unë i vlerësoj shumë dhe kam shumë besim në ato. Pra, është një sensibilitet që njerëzit duhet ta dinë. Ka gojdhëna, ka deklarata që antivirusi ka qenë më përpara në Shqipëri, ka ekzistuar. Po, ka. Nuk është, ja, për shembull, historikisht, nëse do të bëni disa të dhëna, për shembull, thuhet që 1000 vjet përpara njihet praktikisht në Kinë, po simas njërit nga profesorët kosovar i Suvde Dusha, që është marrë më gjatë nga gjithë ne me këtë hantavirusin, ai flet për situatën 913 në Vladivostok, për 934, flet për një situatë të këtij hantavirusit 915 në friti i luftës në Angli dhe në Francë, dhe për një grup tjetër rreth 16.000 smur nga këto të forcat gjermane në Ish Bashkinë Sovjetike edhe në Ish Jugosllavi. Dhe sot flitet për një numër të konsiderueshëm. Por nëse në Shqipëri ka pas raste, ky rasti i parë që zbuluar në Shqipëri është zbuluar nga profesor Elmaz Eltari, profesori tim i smundjeve infektive, në 1985. Dhe është botuar në një nga revistat më prestigjioze që ka mjekësia botërore, në Lancet. Pra rasti i parë po thonë ju në Shqipëri është zbuluar në 1985, por jo hantavirusi që është zbuluar sot në ato crociera. Jo ai sot. Ndërkohë që ka në atë kohë në 82-shin ka pas në Jugosllavi, ka pas në gjithë vendet e Ballkanit, në Greqi, në gjithë to. Dhe shumë kohë pastaj, kur flitet për epidemiologjinë e kësaj, janë parë variante të smundjes nga hantavirusi, edhe problemet veshkave, probleme hemorragjie apo të dyja bashkë. Çfarë duhet kemi parasysh? Çfarë këshillash do Shikoj, nëse ne flasim për historikun, pra jo për këtë që është sot. Flasim për situatën e virusit që qarkullon në Shqipëri praktikisht. Ai është një virus praktikisht ka marrë emrin Hantan virus, sepse është zbuluar pranë lumit me gjetjen e emër në Kore, në 51-shin në luftën e Kores. Aty, pranë lumit, aty është zbuluar për herë të parë ky lloj virusi, që qarkullon në gjithë botën, me përjashtim të virusit të Andeve, që, siç u thash, është një virus që është parë vetëm në Kili apo në Argjentinë. Është një virus që është quajtur ndryshe Apodeus agrarius Korea. Pastaj është identifikuar ky me antikorpe monoklonale në laborator dhe sot ne jemi në gjendje ta njohim, ta deshifrojmë në aspektin e biologjisë molekulare. Është një variant i RNA-s, pra një virusit me RNA, ka 3 fije RNA me peshë molekular për kancer dhe ka peshë këtë, si më thënë, periudhën e inkubacionit që mund shkojë deri 60 ditë. Dhe nëse ne sot për atë variantin e hantavirusit që është zbuluar me 1-2 prill në të crocierën kemi akoma shqetësim, kemi se mund ketë akoma të smur që nuk e kanë mbush periudhën e inkubacionit plot. Aq më tepër që sa duhet jetë 60 maksimumi 60. Po nëse
4-5 ditë deri në Dikja, po nëse i smur i fundit nuk është smur në datën 1-2 prill, kur është identifikuar i pari, po është identifikuar, është smur mas kulun 20 ditësh apo 30 ditësh, fillon numërimi nga e para e periudhës inkubacion. Prandaj janë 600 veta në gjithë botën që janë të izoluar në karantinë. Kush janë simptomat? Simptomat ashti ky është rasti që flitet për rastja i shqiptare që u prezantua me shenja me dhimbje koke, me dhimbje gjoksi, me dhimbje shpinëve, me dhimbje barku, me ca shenja hemoragjike. Pastaj arriti një stadë shkoi në gjendje shoku, që është toksifikacioni, pra tensioni 30/0, me hemoragji masive, me proteina në urinë, çrregullime totale në shok dhe u fut dializë. Praktikisht ai shpëtoi për fat, por ne kemi edhe raste që kanë vdekur. Ai që ne kemi këtu në Ballkan dhe Shqipëri është një virus që është nga virusi i miu me qafë verë. Ndërsa virusi që shkakton hantavirusi që është i krocerës, është virusi i rritur ke miu me bish gjatë të orizorat e Amerikës Latine. Tjetër. Kuptoj. Cilat do ishin këshillat që jepni ju si profesor dhe studiues i mjekësisë për një jetë shëndetshme? Shiko, lidhur me viruset që përcillen në rastin shëndetshëm në përgjithësi, por në rastin konkret për këtë lloj infeksioni që përcillet nga mij, ka rëndësi të madhe që të bëhet kujdes ndaj mijve. Pra, vendet e zhvilluara, shëndeti publik në vendet zhvilluar, ka një program që quhet DDT. Dezinfektim, dezinsektim, deratizim. Luftë kundër mikroorganizmave, kundër insekteve dhe kundër mijve. Në kushte normale këto shtetet e zhvilluara i bëjnë gjithë. Edhe shteti jon i bën këto dhe presupozohet që në gjithë vendet ku ka grumullime, ka magazina, ku ka vende ku mbahen ushqime, bën pikërisht këto përpunime kimike, siç thash, por nga ana tjetër merr një rëndësi të jashtëzakonshme për këto, që çdo ushqim të ruajtur duhet ta ruash në mënyrë të tillë që të mendosh që mos bjerë kontakt me mijët. Se mirë për virusin hantan, por mijët kanë dhe mund shkaktojnë dhe sëmundje të tjera infektive. Dhe nëse ne mbajmë ushqime në vende të hapura apo të tilla që mund bie kontakt me mijët, mund të infektohemi nga këto sëmundje, ndërkohë që kushti pamundësi për ta realizuar këtë, duhet që çdo frut, çdo ushqim që ti merr dhe ke të ruajtur në një sistem magazina, duhet ta lash patjetër me çdo kusht, kjo është e para. Natyrisht e dyta, kur ke shenja të sëmundjeve që prezantohen jo tipike këto shenja të sëmundjeve, ashtu si gjendje gripi, si gjendje kështu përgjithshme, fillojnë me dhimbje koke, pastaj fillojnë edhe me shenja kështu hemoragjie. Për shembull, unë mbaj mend të rastin që përmenda për profesorin tim, atë periudhë ka që erdhi një grup i këtyre, si thonë, ekspertët e TBSH-s dhe tentuan të bëjnë diagnozën këtu imunologjike, por unë nuk e kujtoj saktësisht nëse ishte fjala për edhe hemoragjike nga virusi hantan apo ishte nga ato të Kongo Grimes. Po ajo ka një virusi Kongo Grimes. Po ajo ka një rëndësi të jashtëzakonshme se të dy këto viruse janë gjetë në Shqipëri, janë gjetë në zonën e Kukësit, Hasit dhe gjithë. Dhe ka shumë rëndësi se nëse është edhe hemoragjike që është nga virusi Kongo Grimes, ai është shumë i rrezikshëm se përhapet nga njeriu tek njeriu. Nëse është i tipit të hantavirusit nga ato që po themi, ai nuk përhapet nga njeriu, po të smorin mund ta çojë deri vdekje. Dhe ne kemi pas raste vdekjeve edhe në Shqipëri në vitet që po themi. A kemi pas mjekësi të fortë? Dhe a kemi mjekësi të fortë? Shiko, flas nga ana shkencore. Për mua, unë jam rritur mjekësisë, u bëra 50 vjet mjekësi, që nga 76 ky është 50 vjet. Ne kemi fatin se ne kemi pas një mjekësi gati të jashtëzakonshme për mua. Kur është hap fakulteti i mjekësisë në 52-shin, rreth 30 profesorët e parë kanë qenë rusë. Për shembull, mjafton të them ty që dekani i fakultetit të mjekësisë, si thon zëvëzdekani fakt, zëvëzdekani i fakultetit të mjekësisë Institutit dhe Nacion Kretë, fakultetit tonë, ishte profesor Anekin, ai ishte ish dekani i fakultetit të mjekësisë të Moskës. Ishte anë Shqipëri, ishte ngarkuar me përgjegjësinë për të ngritur institutin dhe 30 profesorë të tjerë nga Moska. Dhe
gjithë asistentët tyre ishin profesorë që kishin studiuar o në Bashkinë Sovjetike, Bullgari, Hungari e kështu me radhë. Dhe pas atyre, çfarë ndodhi? Një grup tjetër, pra filluan mjekët e parë, rezultatet e parë dhe u majtën pedagog. Dhe në vitet 80 ka pas një hop tjetër të madh. Në Shqipëri kanë shkuar rreth 10 apo 12 mjek të talentuar me gjitha 10, medaljari. Janë specializuar jashtë, kanë bërë një revolucion vetë ato. Mbas viteve 90, Shqipëria ka pas një fat tjetër që pothuajse gjithë pedagogët e fakultetit të mjekësisë, për shembull, aty është bërë mjekësia për vërtetës. Janë specializuar në disa versione, në disa vende. Dhe stafet tona kanë arritur rezultate jashtëzakonisht të mira. Dhe po të kthehen, për shembull, smundjet infektive, spitali infektiv, Instituti i Shëndetit Publik, për mua kanë qenë parametra evropian. Edhe sot, për shembull, kolegët e mi të Institutit i Shëndetit Publik, por edhe ato të infektive. Ju mbani mend luftën që u bë me Covidin, për shembull. Covid, ju hap spitali Covid-1, Covid-2, Covid-3, Covid-4. Kolegët tanë ishin ato që menaxhuan, administruan gjithë problematikat e Covidit, gjithë smundjet që kishin, gjithë Shqipërinë. Filluam në QSOT dhe vazhduam. Dhe gjithë smundjet infektive pratikisht është Instituti i Shtetit Publik që ka një azhurnim në vlerësimin tim shumë të angazhuar me Evropën dhe me botën. Dhe për mua ne kemi probleme, kemi sa duash probleme të menaxhimit, administrimit, organizimit, të pamundësive etj. Por mjekësia shqiptare për mua është për shembull kam rastin që njoh mjekësinë e Ballkanit relativisht mirë. Ne, për shembull, t'jap vetëm një shembull. Departamenti i morfologjisë që unë kam drejtuar shumë vite, aktualisht për shembull ka 2 lëndë, anatomi dhe histologi. Lënda anatomisë ka teknologjinë sot të bërës mësim më të mirë se që ka Universiteti i Beogradit. Ka 2 platforma digjitale, anatomash quhen ato, që kushton nga rreth 70.000-80.000 euro secila, ndërkohë që Beogradi ka 1. Dhe ne kemi më të avancuar nga të gjithë. Pra, iq Serbinë, po them se Serbia ka parametra mjaft më të lartë, ne gjithë pjesën tjetër, më thënë drejtën, ne jemi pa diskutim më mirë. Një këshill për studentët e mjekësisë. Studentët e mjekësisë, si është puna, studentët e mjekësisë marrin një edukim kompleks për hir të vërtetës në mjekësi, sepse kurrikula e Fakultetit të Mjekësisë është një kurrikula ashtu quajtur discipline based learning, që do të thotë ato mësojnë mbi bazë disiplinash. Dhe lënda pra është drejtuar mbi bazë disiplina. Dhe midis tyre janë smundjet infektive, smundjet ngjitëse, që është një disiplinë vete. Unë e këshilloj studentën e mjekësisë për shkak që të njohë çdo smundje që ka mundësi të njohë në spital. Ta njohë mundësisht kur të bëj praktikat dhe leksionet, të njohë sepse smundjet infektive kanë një gjë që mund të ndodhë ti kesh parë. Unë për shkak kam parë fruthin para 40 vjetësh për shkak. Nuk kam pa më. Por ama ka smundje të tilla që nëse përsëriten, për shkak kanë probleme. Pra të njohin mirë smundjet infektive dhe të njohin mirë epidemiologjinë. Ndërkohë që këto janë disiplina që ndërthuaren pastaj me pjesën e virologjisë, bakteriologjisë, të imunologjisë, gjithë metodat sot janë biologji molekulare dhe imunologji. Pra të mos lënë pa njohur gjithçka që jep mjekësia. Po për ata që duan grup moshat e ndryshme që duan të bëhen mjek kur të rriten, keni një këshill, një mesazh? Dhe a duhet të hyjnë mjekësisë dhe pse duhet të hyjnë mjekësisë? Ata që janë të rinj që duan a duhet të hyjnë për mua, kushdo që merr përsipër të hyjë mjekësi bën mrekulli, sepse mjekësia është unë jam dashuruar me mjekësinë dhe në çdo moment që të pyes për mjekësinë flas, por mjekësia ka një të mirë sepse ti jo vetëm që bën profesion, dhe ke shanse sot për shembull që bësh një profesion shumë të mirë se që kemi bërë në dikur, sepse ke hapësira pafund. Sot specializimet gjithë botën mund të shkosh sot, nuk ke pengesa. Pra ti të arrish nivelet të tilla që të bësh profesion, po të bësh dhe mision. Pra ti gjindesh njerëzve në nevojë. Në gjithë specialitetet, aty ku ke prirje më të madhe. Pra ti do t'i këshilloja që ai që ka dëshirë punë, ai që ka dëshirë ato që do të lë edhe disa gjëra mangut, më thënë drejtën, se nga vetja, mjekësia është një mrekulli për mua. Profesor, ne do vazhdojmë serinë e intervistave bashkë dhe unë nuk do të ngacmoj shumë të as te mjekësia, as ke pasionet, as ke një tjetër pasion i juaj i madh që është libri. Do t'ju lej në serinë e intervistave dhe nuk do të rri prapë tek pjesa e mjekësisë. Do të bëj ca pyetje që shpesh thuhen nën zë,
dhe dua t'i bëj për t'i bërë gjërat sa më popullore, sa më thjeshta. Thash një herë, unë nuk jam profesionist i fushës dhe dua të më jepje përgjigje sa më shkurt dhe jo shkencërisht. Pra, sa më popullore. Pyetja e parë, a duhet të friksohem nga antivirusi? Jo, për mua jo. A ka rrezik të kemi një pandemi? Absolutisht jo. Të ketë një pandemi të Nuk ka, dytë? është prononcuar presidenti i OBSH-s, nuk ka mundësi se kjo nuk është një smundje që përcillet në anë të ajrit. Është përveç virusit që u shprall pra në si bie në turnë të anijen Honduras, praktikisht, vetëm ky lloj virusi mund të përcillet nga njeriu dhe ky jo nëpërmjet ajrit. Pra nuk mund të përcillet nëpërmjet siç është ky Covidi, pra nuk mund të përcillet nëpërmjet respiracionit, pavarësisht se nëse ne futemi në mjedis ku ka jashitje të virusit etj dhe i aspiroj me respirator apo me fshesë për korrent etj mund përhapet, po jo të krijoj mat. Pra nuk ka rrezik pandemie. Dhe duke mos pas rrezik pandemie, jepet një përgjigje tjetër që a ka nevojë të bëhet vaksinë? Nuk ka vaksinë dhe s'ka nevojë të bëhet vaksinë. A duhet t'i laj duart shpesh? Pa diskutim. Duart gjithë higjiena tjetër që është për njeriu është kusht. A duhet ta disinfektoj dhe pastroj ambientin shpesh? Dezinfektimi si për çdo gjë tjetër, por në rastin konkret duhet pas kujdes në vendet ku mbahen ushqimet. Praktikisht që të jenë mundësisht të izoluara nga mundësia e komunikimit të mirë, sidomos të fshatura. Natyrisht, ne nuk folëm për llojet e këtyre mijëve dhe viruseve përkatëse, praktikisht Dobrova dhe Humala, nga të cilët Dobrova është kjo e Beogradit që shoqërohet me intoksikacion, me hemoragji dhe me insuficiencë renale, ka një vdekshmëri që shkon deri 15%. Është varianti Humala që nuk ka hemoragji, por ka gjithë të tjerë, ka një vdekshmëri më të ulët. Është dhe një grup tjetër virus që qarkullojnë rreth rrotullit. Në qytete këtu nuk njihen për një mbartës të hantave, por njihen për mbartës të virusit. A duhet të kemë merak nga kontaktet e shpeshta me njerëzit? Shiko, kontaktet me njerëzit janë të tilla që janë në komunitet në përgjithësi, nuk është ky rasti që krijon problemin për, si më thënë, kontaktet me njerëzit. Në këtë rast higjiena është si që kujtohet edhe për Covidin, çfarë thuash, distancë fizike, praktikisht larg duart, atëherë që edhe maskat që edhe ato diskutuan, edhe vaksina, njerëzit i shpëtoi vaksina, në të vërtetë i shpëtoi dhe izolimi fillimisht. Pavarësisht se karantina u kritikuar shumë, por pa karantinën fillimisht ju mbani mend rastet me Covid në Itali, në Lombardi, që ishin ato rastet me makinat me kufomat, me makinat ushtarake. Pra nuk jemi në kushtet që kemi situatën si Covid. Jo, jemi kushte komplet tjera. Dhe si mas OBSH-s, edhe si mas drejtoreshës departamentit, profesoreshës Silva Bino, edhe si pas Atan Simaku, që është një nga specialistët të OBSH-s të institutit, edhe si mas Ministrisë së Shëndetësisë, e para ne nuk kemi raste aktualisht me hanta, dhe Shqipëria, Ballkani dhe Europa nuk ka rrezik. Përjashtuar ato 600 të izoluar që bën karantinën dhe janë 2 raste si mas profesor Harxhi dhe institutit, janë 2 raste, njëri është në Malzi dhe tjetri është në Greqi, nga ato që kanë qenë në anijen ku është zbuluar hantavirusi me 2 prill. Por rreziku është. A duhet të besoj institucioneve? Në mënyrë absolute po. Nuk ka manipulime? As bëhet fjalë, në mjekësi të manipulosh është krim. Nuk mund ndodh, nuk është jashtëzakonshme. Profesionisti i mjekësisë e para është betuar para Hipokratit. E dyta, unë kam punuar vetë në sektorin e laboratorit, kam punuar rreth 30 vjet. Ne jo vetëm që nuk bënte vaki, nuk ndodhte që të mendohej kjo. Por rrinim edhe me orë të tëra, ktheheshim edhe shtunën ndonjëherë, edhe dielën ku nuk arrinim dot të gjenim diagnozën. Është merakull për diagnozën është ekstreme, zotë. Nuk bëhet fjalë. Mirë. Do ta kemi serinë e dytë ku ne do të fillojmë zbërthejmë për tuaj dhe do të bëj shumë pyetje drejt për drejta ke Covidi, sepse aty janë shumë pyetje në zë dhe ku më mirë se sa një profesionist. Me shumë kënaqësi, nuk kemi asnjë problem. Me aq sa na ke ndjekur, me aq sa na ke parë, me aq sa na ke kontaktuar, dua një mendim tuaj për Time Center. Shiko, mendimi për qendrën tuaj është shumë pozitive, unë ju përgëzoj ju lësoj maksimalisht për gjithë nismen që keni që trajtoni grupet moshave, nga moshat
dhe kopshti deri ato që ndjekin shkollën, pas shkolle o para shkolle me një program të studiuar dhe që bëni kaq shumë aktivitete, qofshin akademik, po jashtë kësaj, sa që kam përshtypjen se jeni unikal në paktën në Tiranë, po nuk besoj të ketë qendër tjetër si kjo dhe ju përgëzoj, me vërtet ju përgëzoj. Falenderoj. Jeni një model të cilin unë e kam parë vetë në Itali. Si profesionist i fushës, në fushën e arsimit, kalojmë pak e pedagogjia. Një këshill për mësuesit e ri, qoftë ata time center, çfarë do t'i rekomandoje? Shiko, mësuesit e ri dhe në përgjithësi për mësuesët. Ne kemi dikun 30 diçka mijë mësues në Shqipëri. Që ti jesh mësues është edhe ajo është një mision vetë, është një mrekullim vetë. Pavarësisht se në Shqipëri gjërat edhe kanë pësuar ato lëvizjet e veta. Kushti i parë në pedagogji, në përgjithësi dhe mësuesinë në veçantë, është ta duash profesionin. Kushti i parë. Kushti i dytë është që ta njohësh profesionin. Në momentin kur ke këto dy kushte, për mendimin tim, i ke mundësi të komunikosh me nxënësin, me studentin për gjithçka. Natyrisht, marrëdhëniet e sotme me nxënësin dhe me studentin ju shtohet një element tjetër që jo se nuk ka qenë. Ka qenë, po është prezumuar i me qenë. Është etika, marrëdhënia me nxënësin dhe me studentin është ngritur në një piedestal sot pra. Përveç asaj që ta dashurosh profesionin, ta njohësh profesionin, kesh metodologji tënde natyrisht kundrejt programit që ofron shkolla, por kesh një etikë perfekte sepse nxënësit sot, fëmijët sot janë me një qasje që edhe fëmijët tanë nuk i njohin ndonjëherë. Kështu që do një kujdes komplet veçantë. Aq sa unë nuk mund ta them se cili është kujdesi, kujdesi unë kam pas fatin kam punuar me student. Unë i kam pas nxënësit e mi 20 vjeçar gjithmonë. Dhe mua më është duk vetë sikur jam vetë 20 vjeçar me to. Por komunikimi me studentin është ndryshe. Por ama komunikimi unë kam pasur fatin që të kem kaluar në përdor rreth 30.000 student për 43 vjet pedagogji. Po ti marrësh të gjithë trevat ku flitet shqip, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri. Dhe nga marrëdhënia që kam pas gjithmonë me studentin, unë nuk kam pas kur konflikt me studentin, asnjëherë. Zero. Në çfarë lloj kohe? Duke e llogaritur atë si të madh, si të vlerësuar, si të ditur, edhe kur nuk ka ditë një diçka, e kemi gjetur një mekanizëm për të justifikuar apo për të raportuar, por çfarë duhet mësuar më tepër, kur është momenti gjithë. Pra duhet ta trajtosh, duhet ta vlerësosh. Mirë. Profesor, ishte shumë kënaqësi që të kishim Time Center. Time Center është shtëpia e gjithëve, është shtëpia e profesionistëve të mirë, është shtëpia e shkencëtarëve, është shtëpia e çdo kujt që do të kontribuojë për të bërë një shoqëri më të mirë, sepse misioni i mjekut apo i mësuesit është që të edukojë dhe të kujdeset për qytetarin e nesër. Edhe një herë është shumë kënaqësi që të kemi pjesë të familjes tonë. Shumë faleminderit për intervistën sot. Ne do të vazhdojmë me të tjera intervista, siç ju thash, do të vazhdojmë me serialin dhe po la çojmë këtu. Me këtë intervistë do të kemi serialin Xheladin Çeka, jeta, vepra dhe profesioni, ku do të studiojmë dhe do të zbërthejmë të gjithë veprat që profesori ka bërë. Në një seri intervista që do t'i fillojmë së shpejti. Faleminderit profesor, faleminderit që na ndoqët. Miru takofshim në intervistat e tjera dhe ju rikujtoj që të gjitha intervistat mund të gjeni në bibliotekën tonë virtuale dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Të mësosh kur nuk është vonë. Jetoni dhe kujdesuni për veten, për shëndetin tuaj dhe të atyre që ju rrethojnë. Faleminderit. Faleminderit.